Vuajtjet nga padrejtësia u bën të papërballueshme, Endrit Thaçi për vdekjen e gjyshit. Djali i presidentit Hashim Thaçi, Endrit Thaçi, ka njoftuar për ndarjen nga jeta të gjyshit të tij, Haxhi Thaçi. Përmes një postimi në Instagram, ai ka shprehur dhimbjen dhe respektin për të ndjerin, duke theksuar se ai ndroi jetë pas takimit të fundit me babain e tij. Baci mbylli syt i qetë pas takimit fundit me babin, ka qenë gjithmonë frymëzim për mua dhe familjen. Vuajtjet nga padrejtësia u bën të papërballueshme, preu në paqe Bac, ka shkruar ai. Kjo humbje vjen në një periudhë të vështirë për familjen Thaçi, teksa ish presidenti Hashim Thaçi vazhdon të përballet me procesin gjyqësor në Hag.